Trump, since I know you're watching. Donald Trump, me që e di që për më këqyr, i kam 4 fjalë për ty. Turn the volume up. Anglisht po i bjen 4 fjalë, e shqip, nëse e përkthejmë shull shqip i bjen lëshëja zonin. Nashta mujna mi nxjerrë edhe 4. Lëshëja zonin pak ma shumë, 5 për dolin. Ndonë se tinglën pak si emën slav. Emri Zohran është thjesht emër me origjinë arabe dhe perse, që e ka kuptimin gjuhën shqipe diçka në mes lullzim edhe shkelqim. Çdo gjë rreth Zoran Mamdanit është egzotike. Për me koni sinqer dhe në fund, ideologjikisht nuk më pëlqen sepse jam dikun tjetër, ama më pëlqen energjia, karakteri edhe karizma ti. Mu më doket si një model i ri i Barack Obamas. Si me thonë iPhone 8 meq, ajo kon 7 meq. Baba i Obamas për i Kenis, baba i Zoranit për Ugandës. Bile, Zorani i ka 2 shtetësi. Edhe të Amerikës, që e ka morë në vitin 2018 edhe të Ugandës. Vendi ku ka le, edhe ku ka jetu dhe në moshën 5 vjeqare. Ku e ka dhe shpin, dasmen vjetë e ka bon Ugandë. Njëjtë si Obama dhe Zorani, babën edhe nanën i ka intelektual, babën profesore, nanën regjisore dhe aktore. Edhe artin e të folunit, edhe mënyrën e komunikimit me masat e kanë pak a shumë të ngjashme, ngjyrën e zonit me qita dyqysh. Nuk mund është me ja pasi nati dikuj që në mujnë shkurt këti vitin sondazhe e ka pas vesh 1% për krahin e popullatës, kurse në mujnë nëntër i ka fitu mbi 50%. Ose 1 milion të votave të New Yorkesve. Kur në historinë e zgjedhjeve për kryetar të New Yorkut, kërkush nuk ka fitu ma shumë vota se Mamdani. 1.035.000 vota. Veç edhe një kandidat tjetër, Lindsay, në vitin 1969, i ka fitu ma shumë se 1 milion vota, mirë po një 20.000 ma pak se Mamdani dje. Shumë prej jush e dini, por do prej jush nashta nuk e dini, Zorani dje ka fitu garen për kryetar qytetit New Yorkut. Pra qytetit, e jo shtetit New Yorkut. Sepse New York është edhe qytet edhe shtet. Kryetarit qytetit i thojnë major, kurse kryetarit shtetit i thojnë guvernator. Guvernatore e shtetit New Yorkut është një gru Kathy Hochul, gjithashtu demokrate, e cila para zgjedhjeve i ka dhonë mbështetje Mamdanit. O konë bukur zor me i dhonë mbështetje Mamdanit. Në fjalin e ti të fundit, në këtë videon që po e shihni këtu, Mamdani i tha disa të vërteta që e bojnë ato interesant, po dhe polarizus si figur politike. Mirë po kjo që ka thot Mamdani këtu, ka me shërbysi mësim në të ardhmen për secilin politikan që tutet me pranu publikisht identitetin ose identitetet e ti, sepse njeri mundet me i pas disa identitete. Aj, tu ju tallë, tha, jam shumë i ri, ani pse bolli më nu me u plak. Jam musliman, jam demokrat socialist. E mallkimi më i madh thotë jemi është refuzoj me kërku falje për çka jam. Shumë kush kish me menu që identiteti ma problematik i Mamdanit është feja muslimane, por realisht ju. Identiteti ma problematik i Mamdanit për Amerikanin mesatar është ideologjia ti politike që është demokrat socialist e që Amerikanët i thojnë shkurt komunist. Me fjalë thjeshta, çka i bjen me kon një demokrat socialist që është problematik si term për Amerikanin mesatar. Demokrati socialist beson në një sistem demokratik ku vendi udhëheqet prej atij që i fiton zgjedhjet. Ai beson në media të lira, beson në institucionet e pavarura, por demokrati socialist nuk beson mbi kapitalizmin, mbi cilin është ngrit ekonomia perëndimore. Demokrati më i njohur socialist në Amerikë është Bernie Sanders, senatori i Vermontit, e gjithashtu kongresmenja New Yorkut Alexandra Ocasio-Cortez. Të dytë, edhe Bernie, edhe Alexandra janë aleat, edhe ideologjik, edhe shok Zoran Mamdanit. Shumë kush e sulmon Mamdanin për qëndrimet e tij ndaj Izraelit. Mirë po, qëndrimet e Mamdanit ndaj Izraelit nuk dallojnë as pak me qëndrimet që i ka ndaj Izraelit edhe Bernie Sanders edhe AOC-ja. Tek e funit, Zoranin në New York e kanë votu me të madhe hebrejt liberal, sepse New Yorku
është veni ku ka mas shumë të hebrejnë krejt botën përveç Izraelit. Qëndrimet e Mamdanit ndaj politikës në lindjes mesme nuk lidhen hiç me fenë e tij, lidhen me ideologjinë e tij politike. Sigurisht që Mamdani ka përfitu shumë si musliman të i marrë votat e një numrit madh muslimanëve që jetojnë në New York e që kur s'ka ndalë në zgjedhje. Cilët dje ka ndalë në zgjedhje numër rekord. Mirë, po gjithashtu Mamdani ka premtuar që kur të bëhet kryetar i New Yorkut, ka mi shtu forcat e sigurisë afër sinagogave edhe ka mi dhënë hebrejve siguri të shtume, sepse shumë shpesh sulmohen. Shumë kush beson që Mamdani me filozofinë e tij politike ka me pas problem me qeverisë një qytet madh e të komplikuar qysh është New Yorku. Socializmi thuhet tingëllon bukur në teori, amon praktik kur s'ka pas sukses. Tek e funit, gjomani një rast ku një shtet socialist ka shkelqy. E di që shumë prej jush po doni me shkru qitashte, po vendet skandinave, Suedia, Norvegjia janë zhvillu me modelin socialist. Rano kjo, gabim e keni, lexoni ma shumë. Këto vende skandinave janë të pastra kapitaliste, si pas modelit social-demokrat e jo si pas modelit demokrat-socialist. Mamdani ka bo shumë premtime që janë pëlqy shumë për rinis. Mirë po, shumë të tjerë para ti kanë deshtu me realizu këto premtime si pas këti modeli kur janë zgjedhën pozita. Këto kena me pa mas 4 vjete. Mirë po për mu është me u admiru energjia dhe suksesi ti. Mamdani ka me shërby si frymëzim për miliona të reja që kanë ambicje politike, për miliona musliman që tutën mja mësuj politikës, për qindra miliona emigrantë që jetojnë në perëndim, se dhe ata munën me pas sukses kudo dhe kurdo, vetëm se do të mi shfrytzu mjetet demokratike që t'i ofron perëndimi. Demokracia, ka thonë Churchill, nuk është e përsosur, ama është mënyra ma mirë për me qeveris prej gjitha formave që njerëzimi i ka testu deri te ardhja e demokracisë. Sponsor të videove të mia janë Mobisim, Riga Farm, Jysk Kosova edhe Buzhala Estate.